Policia fushkrues ka parandaluar një shpërtim të një biznesi privat. Forcat e policisë mëngjesin e sotëm gjetën një minë antitank shoqëruar me një celular, i cili mendohet se do të aktivizonte shpërtimin. Mina ishte vendosur në derën e biznesit privat në pronësinë e shtetasit Bashkim Metashi. Biznesi privat në pronësi të Bashkim Metashit merre me riparimin e biçikletave dhe ndodhet rreth 60 metër larg rajonit të policisë. Edhe pse nuk dihen ende shkaqet e ngjarjes, dyshohet se mina mund të jetë vendosur me qëllim për ta shpërthyer nëpërmjet celularit. Një aksident automobilistik i ka marrë jetën një 33 vjeçari në Shëngjin. Burime nga policia bëjnë me dije se viktima, shtetasi Fredi Kaçorri, dyshohet se ka qenë duke ecur me shpejtësi tej normave të lejuara, çka ka bërë që mjeti me të cilin udhtonte tip Fiat Punto të përplasej me murin rrethues të një lokali. Policia vijon hetimet për zbardhjen e shkaqeve të kësaj ngjarje të rëndë. Në kuadër të operacionit anti-kanabis, policia e Vlorës ka sekuestruar rreth 200 rrënjë bimë narkotike. Bimët narkotike kultivoheshin në një zonë me bimësi të egër në tokë në pronësi publike në një hapësirë që shtrihej në 2 parcela me rreth 200 rrënjë kanabis. Policia bëri dokumentacionin e plotë ligjor të këtij rasti dhe më pas bimët janë asgjësuar me djegje nga efektivët. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme për identifikimin dhe kapjen e autorëve të këtij rasti kultivimi.